Tria për jushe, era hipokrizi, era falsitet. Me neta për jushe, imagino, aj shumë e do brikenësa dhe fjallët ja vjen. Vjeni, era falsitet. Brigi, falsiteti, ja. Mos qaj halin tim. Ti merë me fake love story. Kamera, kam su dhe ky flet e kamera. Ore ishte super qumë fillima. Zotin po, ti me kesin e tash, kur na doli kesi tani gjitha të Me buk e turpin, hangër shfar. Me buk. Hangër turpin me buk shfar. Nuk arri do ta perceptoj. Brenda 3 muajve, brenda 3 muajve. Brenda 3 muajve. Dhe ju shkela të gjithë në këmbë. Po 3 muaj, unë e pres kokën. Si ka ardhur? E disi dhe ini. Brenda 3 Një muajve. si birije, ti do rish 3 muaj këtu, 3 menja me vërtet 2. Ti e bërë Shko të për tjetë përfajsosh dërdy. veten ose naldo në formën më të mirë, se her pas here të del ajo negativiteti që ke brenda vetes, ai njeriu i keq. Njani ma falë të tjetëri, vizin nga përcepa, që Her pas here nuk ke akumuluar aq shumë lef, edhe aq shumë negativitet sa do të përpiqesh me fjalë të bukura, ta fshehësh nuk e fshet dot nëse të del. Kështu që përpiqu të përfaqësosh veten tënde në formën më të mirë, mos u merr me mua dhe me historinë time më. Se zgjedhjet e mia nuk t'jap llogari jo ty pa kërkujt. Qamet. Po ka ardhur brenda do zot. Shko të përfaqësosh veten në formën tënde më të mirë, e gjesh qetësi brenda shpirtit tënd se të mungon. Të gjesh qetësi brenda shpirtit, më dëgjoj, pastaj më kthe përgjigje. Nuk është shumë e rëndësishme të më kthesh përgjigje. E rëndësishme në një bisedë është ta kuptosh atë tjetrin, se çfarë po thosh. Çfarë kuptosh ti që ti? Po mirë, nëse nuk ke respekt për këtë bisedë, atëherë mos e bëj. Mbyllet këtu si diskutim. Kur të mësosh të respektosh bisedën, atëherë do të t'ja përgjigje. Ti do të mësosh të respektosh. Kur të mësosh të respektosh bisedën edhe personin që ke përballë dhe ta dëgjosh. Ta dëgjosh nuk e bazën e komunikimit që është dëgjimi. Ti të kesh respekt për veten. Unë kam shumë respekt për njerëzit rrapar, gjë që ty të mungon. Gjë që ty të mungon se këtë ke treguar këtu, këtë ke treguar. Je shumë i errët nga brenda o Stenaldo. Je shumë i errët nga brenda. Je shumë i errët nga brenda. Edhe këtë tregon dita ditës me çdo reagim që jep, me çdo mendim që jep. Se her pas here të del ajo ana jote e brendshme, sa do përpiqesh ta fshesh të del. Të del është e pashmangshme, është e pashmangshme. Është e pashmangshme. Nuk të pëlqen e vërteta. Nuk më pëlqen fare. Nuk më pëlqen fare. Po pra, çfarë të bëj tani? E vërteta është ashtu siç është.